vendit tonë. Muzafaria dhe politika e jashtme amorfe e Ramës nuk ka skaj. Ka kaluar një rezolut si shtet terrorist për Iranin, kur e gjithë Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera të NATO-s nuk kanë vepruar se din që ka probleme, mund të rrezikohet vendi yt, personi që nuk kalon rezolut për gjenocidin serb. Shumë mund thonë që opozita gaboi që nuk mori pjesë në këtë votim rezolute, por për mendimin tim, kur diçka nuk është profesionale, kur diçka është e stisur nga Rama dhe nuk ka në indikim në politikën e madhe botërore, më duket normale. Megjithatë, të rrezikosh vendin tënd nga një regjim diktatorial të mullave nuk është thjesht një servilizëm ndaj Trump, edhe pse nuk arrin deri tek zyra e tij kjo lëvizje e Ramës, i cili duket se është në një pozicion shamat. Kur e gjithë Evropa, Bashkimi Evropian është kundër tij, nuk ka sesi që të fitojë mbështetjen e amerikanëve, kur dihet që dosjet hetimore të Meghanit dhe Soros kanë shumë Sinaloa, Abi Bank, kanë shumë nga krimet financiare të tij. Rama duket që ka një problem. Mund të ketë problem familjar, shëndetësor, natyrisht dhe e familjes politike, sepse është kapur me mjete masive. Natyrisht që amerikanët kanë toleruar diktatorë për korrupsion. Mubaraku, Gaddafi, për fundit tyre dihet. Ajo që po ndodh në Iran duhet konsideruar në planin e një lufte surreale. Askush nuk e di se çfarë ngjet realisht në Iran. Nuk ka gazetar, reporter amerikan me përjashtim të dikujt nga CNN, i cili merr aprovimin nga teokratët, për të raportuar se çfarë realisht ndodh atje. Janë 7.000 objekte të bombarduara nga aviacioni amerikan, raketet amerikane dhe të Izraelit. Fushata ajrore ka qenë brillante. Ajo ndaj marinës detare ushtarake, edhe pse Trump thotë ka shkatruar, nuk besoj. Ende ka dron ujor që mund të kryejnë dëmet masive ndaj një fregate që kushton $2 miliardë dhe ndaj anijeve tankers me depozitat e naftës që kalojnë në ngushticën Hormuz. Media e majtë amerikane dhe majtë amerikane nuk do që Trump fitoj. Ndaj, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times publikojnë lajme që çmendin donin Trumpin. Dhe ai ka thënë që televizioneve se CNN duhet ju heqim licencën sepse kjo është tradhti duke raportuar në kohë lufte kundër vendit tonë. Nuk ka ndodhur kjo as në luftën e dytë botërore, nuk ka ndodhur në luftën e Gjirit, pra Amerika ka qenë bashkë. Por Trump nuk e përgatiti këtë skenar lufte me aleancën, Kongresin, Senat dhe me Europianët. Ky është fakt. Rapre e grepi të hedhur nga Netanyahu, kjo kuptohet. Hormuzi është një problem që nuk mund të kuptohet realisht se si mund zgjidhet. E ka zhbllokuar dikur Ronald Reagan. Por në vitet 80 Irani nuk ishte as rakete balistike as dron. Përmes dronëve ai mbetet sulmues dhe shkatrues ndaj anijeve që kalojnë Hormuzin. Është krijuar frika dhe duhet krijuar besimi që anijet kalojnë Hormuz. Edhe në qoftë se do të ketë eskort anijes ushtarake amerikane, është vështirë që një anije komerciale të pranoj, të rrezikoj, në vend që me një dron thjesht ujor mund të shkatërrohet çdo gjë. Trump, edhe pse duket sikur është fitimtar, e ndjen që ka hyrë në një grack të një trusnie të madhe ekonomike me rritjen e çmimit të naftës. Iranianët këtë duan. Ta zgjasin sa më shumë konfliktin dhe të detyrojnë Trumpin në ndrysinë e çmimit të naftës të tërhiqen. Pra, ata të shpallën fitues. Trump kërkon të shpallë fitoren, kam shkatruar
mbi 7.000 objekte ushtarak, nuk kanë raketa, nuk kanë dron, nuk kanë marinë ushtarake. Ende ata godasin me dron, ende ata godasin me raketa. Se sa është saktësisht shkatrimi i raketave dhe dronëve, askush nuk mund të thotë, sepse është sekret nga ushtria amerikane nëse kjo del. Por të paktën janë 90% më pak numri i raketave që dërgohen, 75-80% ajo dronëve. Vetëm një president në thonjë se e çmendur si Trump do të merrte këtë vendim. Duhej goditur regjimi i Iranit. Një Iran me armë bërthamore nuk është një Pakistan ose Kore e Veriut. Irani do ta përdorte armë bërthamore. Çmenduria e tij ka goditur të gjitha vendet fqinj. Natyrisht ka goditur bazat amerikane, por ka shkuar përtej kësaj. Pra, ka hapur konfliktin në mënyrë masive. Shumë general thonë të lëm Izraelin të përfundojë. Nuk është lufta jonë. Është lufta e tyre. Trump ka një problem, kërkon që të lërë trashëgimni politike personalisht. Senati dhe Kongresi luan politikisht për zgjedhjet e mes mandatit. Natyrisht që është një kaos. Nga një anë Trump thotë që nuk kam nevojë për vendet e NATO-s, nga ana tjetër kërkon që të dërgojnë anije për të bllokuar Hormuzin. Italia dhe Gjermania kanë thënë që nuk është lufta jonë. Është e turpshme për Gjermaninë sepse amerikanët e kanë çliruar dhe e kanë ndihmuar mbas 44. E pakuptimshme për Melonin, për Francën dihet e çuditshme Britania, por kanë lënë një lloj hapësire. Dhe një rezolut nga Rama është e pakuptimt. Irani kërcënon. Në kohë krizë më dha, vendet e vogla dalin jashtë vëmendjes. Si mund të fitohet vëmendja? Ne nuk kemi një lop siç kanë vendet e tjera këtu. Të jemi real. Por kjo nuk do të thotë që në Shqipëri të mos ketë rezistencë ndaj Ramës, i cili duket që është në një problem të madh. Ka humbur drejtpeshimin, flet me arrogancë nuk mund të qëndrojë më. Rama portretizohet si mullahët e Ballkanit. Dhe një rezolut, gjoja kundër shtetit terrorist Iranit është zero, kur, siç ja thash në fillim, nuk e bën kundër gjenocidit sërb. Ju thash dje që janë dy lajme, largimi i Dick Grinellit, por siç ju thash ishte një emërim i përkohshëm dhe Trump do të shikojmë se ku do ta caktojmë. Nuk u përmend posti i tij si dërguar speciali misioneve speciale. Por Grinell mund të shkojë ambasador në Serbi, mund të vijë ambasador në Tiranë, mund të shkojë ambasador në Greqi, nëse ambasadoria do të krijojë probleme me rubjen. Në përplasjen vanë së rubjet duket se rubja po merr shumë peshë. Kur Trump në një mbledhje aksionesh fondesh ka pyetur se këdoni ju Gjedivenca apo Rubio në Mar-a-Lago, do atrokitet kanë qenë masive për rubjen. Kërkon ta përdor në mënyrë elektorale marrjen e Kubës për të marrë votat e kubano-amerikanëve. Natyrisht që Kuba dorëzohet lehtë. Një operacion si në Venezuelë, largimi i presidentit kuban, vendosja e një tavlan balle kubanez apo Belinda Balluku kubaneze, amerikanët do të kenë të drejtë të investojnë, të kërkojnë pronat që ja kanë marrë me dhunë kubanezët, por kjo do të ishte një shtesë, një fitore në politikën e jashtme. Por në zgjedhjet e brendshme nuk vendos politika jashtë. Dikush më pyet që ç'mendon për zgjedhjet në PD, çdo parti ka drejt këtë statutin e vet, por unë këtu në Amerikë shembull e partisë. Pra Trump nuk është kryetari i Partisë Republikane, por e kontrollon partinë. Ai emëron president, kryetarin e partisë, kryetarin e Këshillit Kombëtar, as Obama nuk ka qenë kryetari i Partisë Demokrate. Janë dy figura si zëdhënës
partia merr fuqinë vetëm gjatë fushatës për të zgjedhur njerëzit e duhur. Ne në Shqipëri duhet të zgjidhim sistemin zgjedhor. I mbetëm asaj Republikë e re, Kushtetutë e re, Parlament i ri me votim direkt. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri. Kësaj qendre i përkasin më së shumti komunitetit shqiptar, kështu që koordinimi me njëri tjetrin apo lorat që zhvillojnë së bashku i bëjnë ata të kalojnë një ditë të këndshme e për më tepër në mbikëqyrjen e personelit. Gjithashtu zhvillojmë aktivitete jashtë qendre, si shëtitje në natyrë, vizita në muzeume apo ambiente të tjera shplodhje. Gjithçka është konceptuar në funksion të argëtimit apo shëndetit të tyre. Ju mirëpresim. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.